kishte mundësi të ndryshoje një vendim që ka marrë gjatë karrierës si lojtar, çfarë do ndryshoje? Të rije më shumë në Iran. Më shumë në Iran? Po. Pse? Pse kjo? Nuk ndënja sa duhesha, sepse nuk shkoj si duhesha kontrata dhe eksperiencën në Iran. Do doja shumë. Kontrata ishte e mirë financiarisht besoj. Po, shumë e mirë, po edhe u përshtata mirë. Gjatë karrierës së futbollist. Cili është momenti që kujton më shpesh? Momentet që kanë qenë te Skënderbeu. Të tipit nesha me momentet që ishte e periudha e prillit gjithmonë. Që në bot qikë monotone, se s'kishim edhe rival. Kishim fillu kampionatin prill, po. S'kishim edhe rival, edhe me thonë drejtën, edhe kur shkoshim Sevilla, shkoshim kështu me thonë, sa më gjenë kur në punë. Lojtari më i vështirë që e përballur. Daniel Xhava. Daniel Xhava. Bomber i kampionatit shqiptar. Nuk e çfarë. Kaprol. Po kështu nga lojtarët e huaj, se ti ka luajtur dhe me kombëtarën një farë kohë, Lojtarët e huaj që kam respekt është Ekuban edhe Pero Peq. Që ka patë përballë. Pero bosi shqiptar, unë kam mik, familje, me thënë drejtën edhe, po Pero kishte diçka momentin që punja gjeta pastaj pikat e dopta, edhe u bote nervoz, po Pero kishte diçka momentin që të lidhte me duar, nuk kishte birë nëna që të merrte topin. Cila ishte pika dop që i gjete kurioze? Tani e ka lënë karriera, nuk i prish. Momentin që Pero kishte diçka bote me dorë gjithmonë nga mrapa, që të kontrollote, e kam letarin apo jo, unë gjithmonë i bëj lëvizje kundërta. Edhe gjithmonë jam jashtë topit. Debutoje pak. Stadiumi ku ke përjetuar presionin më të madh. Vlorë. Ç'ne? Skënderbeu Flamurtari, sa herë shkoshim katastrofë. Ka qenë ajo periudha. Që momentin që shkoshim Vlorë, i shikoje njerëzit edhe 7 vjeçar, 9 vjeçar, me një lloj urrëtie saqë shikonin nga xhamat e autobusit. I kishe kështu, ishte rivaliteti shumë i fortë. Po, ka qenë vitet 2000. Mënyra se si boshën Vlorë situata stadiumi, kishte presion shumë i madh. Presion, jashtëzakonisht. Unë më mend në 2011 kemi dalë 2 orë mas neshjes. Neshjes me FNSH. Kanë ardhur FNSH-s mirë që erdhën me këto do kishim dalë, me thënë drejtë. Një ndeshje që të rria akoma në mendje për mirë ose për keq. Ka kujton më shumë nga ndeshjet. Skënderbeu që në Mor Odessa. Për mirë, ma kujto pak këtë? 1-0 në këtu. 1-0 gol Andi Ribajt. Përjetimi që kam pas të nesëm nga njerëzit, nuk kishte ndonjë herë, sepse ende nuk kishte fut asnjë ekip shqiptar, ishte ndeshja e play-offit për shku në Europa League. Tek që në Mor Odessa ishte Elis Bagaj dhe Kris Evangeli, mundemi në Ukrainë 1-0, minutë 78 pësojmë gol, këtu 1-0 e përmbysim ne, shkon në shtesë, me penalti humbasim. 7-8. Dhe të 3 penalti që i humbasin të lojtarët e huaj. Nga Zeqo dhe nga Takaj, premio 300.000 euro si klub, për çunat i bitet rreth 20.000 euro për person, në rast se kualifikoheshim, edhe me thënë drejtën, aq jemi ndier edhe krenar, sepse ne e bëm penalti është ruletë ruse, po feedbacku që kam marrë nesër nga njerëzit ishte zakonisht shumë i madh. Saqë edhe gratë e lagjës që si njifsha po më prishin, si kualifikuan dhe kisha këtu. Për zotin, kam pas një lloj impakti shumë të madh, shumë të madh. Ai lloj takimi. Goli më i dhimbshëm që ke pësuar? Çdo gol i dhimbshëm është kur je për mbrojtësin, i dhimbshëm është, po një që ka pasur më shumë ndikim, që ka qenë më kur ama penalti me Odesën, ishte Mireli Osa trajner. Edhe i tham profesorit Mireli se i tham profesor do mblesh ta gjy penaltin. Edhe Mireli thamë, që penalti edhe çështë. Se e thash se kam besim. Edhe shkova sinqerisht, me thënë drejtën. Po Mireli është shumë serioz, po është edhe tip shumë i mirë, shumë sportiv. Po thamë, dhe iksha netin, thamë, mi thashëm në rregull. Edhe e humbi Orelesi, këto ukrainësit e kishin bërë gjithë penaltin. Penaltia e fundit e gjun Shej dhe bën, do gjun ukrainësit. E thash, zoti inshallah po e humb, se gjithë me sy lart. E gjun ukrainësit e pret Shej. Edhe tani të festu gjithë unisa vetëm, pa i thonë njeriu fare. Të thoshin kush do e gjujë. Kur më shefu Mireli, durët në kokë, po unë kisha besim. E gjujta unë, ka qenë penaltia më e bukur, më e men. Shumë i qetë, kisha shumë besim. Edhe më e men tifozat shu. Bo, thot i Korçar, do ta shpjera ndi nga tribuna këtë. Nga që, edhe kur shkova unë, edhe e shenova qetë fare, vjen Mireli, shumë shiko më Mireli shu. Po dirën, thëmë, e thash, pesare, pe edhash në qetë fare.
Ta kisha unë, tha, kisha morë çonë, kisha ikë, tha mua, tha. Me kuptimin që janë ca gjëra që edhe futbollistët do të marrin përsipër, po. Patjetër. Janë, po kjo, këtë e maj men, sepse jika me kokën time, kisha presion, se po ta kisha unë, pastaj bide që se Flushin ishin lojë 6 milion euro. Pra ne shkoshim në Europa League ishin 6 milion euro. Do ishin fut borxhe të mëdha. Do ishin fut borxhe. Do kthesha me këmbë Tiranë. Penalltit janë diçka. Isha se humon. Le ta humim E madh. vërtet. Se kur e hum madh, pa më madh. Ai e ka fal. Cili ka qenë momenti më i errët në futboll për ty? Pra një moment që ndoshta nuk e ke kaluar mirë, ke menduar ta lesh, nuk e di, diçka që një periudhë që nuk e din shumë veta. Kur dëmtova? Dëmtimi. Dëmtimi që psova, thyre ka vites. Që kam qenë Shkodër, 30 vjeç. Aty thash dale futbollin. Po pata ndërhyrën pastaj, edhe pata një fizioterapi shumë cilësore me doktor Marginin, që e përshëndes, që fal punës tij, që më ktheu edhe herë në fushë. Edhe pastaj shtyva 4-5 vite kam shtyr. Oferta që refuzove dhe e ke akoma në mendje. Kam refuzu oferta. Po më men atëherë Kuksi më tha, isha pjesë e Skënderbeut, për 7.000 euro në muaj më tha. Goxha ofertë mirë. 7.000 euro ka qenë me 1.4. Ka qenë euro më lart. Ishin shumë lek. Edhe kishe takim me presidentin atëherë Safet Gjicin. 3 minuta mohabet. Ne ishim mësuar ndrysh si e president dhe çfarë projekti ke. Po. Solido, më tha. E thash. Çfarë from ti kaq thamë. Edhe momenti që më dha thash, okay, më dha dorën direkt. Po s'mund të jepsha dorën se po i dhe dorën i bie pasaj, thash do të mendoj të kthej përgjigje. Për çfarë the jo? Po pse? Apo pa dhe ofertë më të larta akoma nga ekipi kluaj. Kjo do të jetë. Oferta ishte mirë, po nuk mund të lije Skënderbeun. Tani po të shku te Kuksi, me gjithë respektin, po Kuksi sa kishte nga kategoria e parë, Skënderbeu ishte kampion. Ne kemi patur ofertë për një kombëtare afrikane? Po kam qenë shumë afër për të shkuar në Ruanda, kam qenë në rolin e trajnerit dytë, trajner head coach ishte një algjerian, Adel Amrush, edhe një përgatitës italian atletik, do shkoshim të tre. Ishim paket, ishim staff, se normalisht do shkosh staff. Patjetër po. Pse s'u bë? Kam pasur po ngjoh, ato nuk prishin kontratën me stafin që ishte vendas, nuk e prish kontratën. Momentin që do prishësh kontrata, i bitin të pagunin nga dy anët. Do na pagunin edhe ne, do pagunin edhe Qartë. Edhe kështu që nuk e prishin kontratën ato. Në këto momente më duket se janë ende ato dhe janë drejt përfundimit të kontratës. A mund të shkoj? Edhe mund të shkoj. Akoma është lart. Edhe mund të shkoj, po shohim. Momentalisht në pritje jam, në pritje. Na mbyll me historinë më pikante që ke nga koha kur luaj futboll. Mund të jetë futbollistët kanë histori pafund, po histori kemi pafund ne. Po 100 vjet mendje e para. Fakti po qesh bie që të kujtuaj një bukur. Po kam shumë, po më men atëherë kemi qenë me Skënderbeun, prapë me Skënderbeun. Po ikim në Portugali, pas përjetore, në janar. Edhe kishim drejtorin sportiv, Iliran Përmetin. Në gjeratën, njëri shembullor fantastik. Edhe ne sa kishim dalë lokot, ishim dalë e kufjeve. I vejnë një muzikë korçare, Genën. Edhe i them, o shefo, dëgjoj pak e tashën sa shumë e bukur. Çfarë ndodh tash? Iliri se kuptonte që momentin që këndonte, o shëdinte gjithë avionin. Unë hapa zërin maksimum dhe kë këndonte. Na, me priste deri po gjithë avionin këtë me kokën. Çfarë shka që shikojnë, vazhdo thojë ona. Ai ka qenë, më thonë, jo lot, po se ka qenë diçka jashtëzakonisht që e maj mend sot e kësaj dite. Ditmar, falenderoj që ishe këtu me ne. Faleminderit, ishte futbolli shumë e këndshme. Tani me Manthon ku i bie që Basti të dielën merret vesh. Ndarkë ndaj mesazh në ishte. Po aty do jemi, të tre. Apo fitum, çfarë do ju bëj? Aty do jemi të tre. Ose në Kalçeta. Kur dush? Kalçeta, po bëjmë dy portiera ne. Bëjmë dy portiera. Ditmarrës me detate, unë marr si vetë shkallën. Okej. Po e lëm kështu pra. Ditmar, faleminderit. Faleminderit. Ándale.